pa tavolinë ndihmëse është shumë problem. Qa do të thotë dikum 500 apo 600 votues, ma nuk jam pjesë e kësaj qendrës votimit. A mundesh me na tregu që ka shku procesin këtë qendrët votimit, a keni pas ankesa për qytetarëve ose stafit? Atëherë pasi që shpesh po ka zgjedhje në Kosovë, në shkurt vitit kaluar, zgjedhjet janë organizuar dhe ka pas vështirësi, na ka mungu tavolina ndihmëse. Edhe ka pas paregullsi nga se qytetarët ishin të numër që vinin edhe nuk e dinin ku e kanë qendrën e votimit dhe neve na u krijoi këtë llovi në korridor. Ka qenë një sfidë për mua si menaxhere e qendrës votimit edhe ka qenë sfidë cilën unë e kom bërë të KQZ-ja këtu në Pej. Pas asaj periudhe filluam përgatitjet për zgjedhjet lokale dhe sot prap njëjtat shqetësimet, njëjtat pakënaqësi janë nga qytetarët po edhe nga unë nga se po i bartit të gjitha përgjegjësitë e këtij procesi, pa i organizuar edhe pa qenë pjesë e këtij procesi, por si menaxhere e qendrës, të gjithë qytetarët nuk e dinë se kush i organizon zgjedhjet, presin përgjegjësi prej neve, prej menaxherës qendrës edhe prej komisionerëve, por nuk e dinë se na kërkesat i kemi të vazhdueshme, por nuk realizohen. Para, pa tavolinë ndihmëse është shumë problem. E dyta, në këto zgjedhje mungon edhe stafi teknik, që i ndihmon drejtorit shkollës në mbarvajtjen e procesit zgjedhor, që do të thotë unë luaj rolin edhe të stafit teknik, të menaxherës, të tavolinës ndihmëse, të ndryshimeve që janë bërë në listën zgjedhore, edhe i bartin pakënaqësitë e qytetarëve të cilët vinë, jo edhe janë afër shkollat njëra me tjetrën, thonë ka marrë prej një qendër tjetër, janë në moshë, edhe kanë problemet natyrave të ndryshme, nuk e dim se si jemi informu, presim prej neve mu informu, na nuk jemi kompetent edhe nuk e dim organizimin si ka rrjedh, por ka pakënaqësi. Problematika e mungesës të tavolinës ndihmëse është që nuk e din ku e kanë edhe ndryshimi i qendrës votimit. Në zgjedhjet e fundit kanë qenë 7 klasë këtu si qendër e votimit, ndërsa tani janë 6. Qa do të thotë dikum 500 apo 600 votues, ma nuk janë pjesë e kësaj qendrës votimit. Edhe qytetarët nuk kanë shiqu se ku e kanë qendrën e votimit, janë orientu si kur në vitet e kaluara, kur kanë ardhur këto, nuk e kanë pa që s'munden me votu dhe i kanë përjetu këto pakënaqësi edhe vështirësi.